Klubi i Vllaznisë mbylli vitin 2025 me zvështirësish financiare, të cilat sollën bllokime të njëpasnjëshme të merkatos nga FIFA për shkak të detyrimeve të pashlyera ndaj ish-futbollistëve. Megjithatë, viti 2026 pritet të nisë me më shumë shpresë për kuqeblut. Një ndihmë e rëndësishme për klubin shkodran vjen nga Federata Shqiptare e Futbollit, e cila ka vendosur të shpërndajë fonde për klubet e superiores dhe kategorisë së parë, me qëllim rritjen e likuiditetit dhe planifikimin e pjesës së dytë të sezonit. Sipas njoftimit zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbollit, gjatë vitit 2026 do të shpërndahen rreth 3 milion euro për klubet profesioniste. Vllaznia pritet të përdorë këto fonde kryesisht për shlyrjen e detyrimeve financiare që kanë quar në bllokimin e merkatos nga FIFA, duke synuar zhbllokimin e saj dhe krijimin e mundësisë për afrime të reja gjatë merkatos së janarit, si për përforcimin e skuadrës, ashtu edhe për mbulimin e bështëqeve që mund të krijohen nga largime të mundshme. Shlyrja e këtyre detyrimeve mbetet gjithashtu një kusht thelbësor për sigurimin e licencës së UEFA-s. Aktualisht Vllaznia ka 4 çështje të humbura në FIFA ndaj ish-lojtarëve dhe pa përmbushjen e këtyre detyrimeve rrezikon seriozisht pjesëmarrje në kompeticionet europiane gjatë verës, çka do të kishte pasoje të ndjeshme financiare dhe në imazh për klubin shkodran. Ndërkohë kuqeblut përgatiten për rikthimin në fushë. Më 10 janar Vllaznia do të presë Pogradecin në Loro Boriçi për raundin e 1/8 të finales së Kupës së Shqipërisë, ndërsa më 14 janar do të përballet me kampionet e Ignatias në javën e 19 Bisnet Superiore.